Ndërkohë, është një vlerë e konsiderueshme, pra flitet për një vlerë 123 milion euro, të cilat në kuptim të gjobës që janë vënë shoqërisë bankers, janë falur në mënyrë antiligjore, abuzive, po mbi të gjitha që ngrenin dyshime të arsyeshme dhe në momentet të caktuara dhe bindje për te dyshimit të arsyeshëm, që falja e këtyre gjobave në shkelje të ligjit, në shkelje të kushtetutës, nga tashmë subjekti i shpallur e pandehur, Belinda Balluku, por në bashkëpunim edhe me ministrin Arila Denaj dhe ministrin aktual Petrit Malaj, tregojnë që përveç interesave personale të tyre, në lidhje me faljen e kësaj gjobe, tregojnë edhe anën tjetër të medaljes, të një dëmi shumë të madh që i bëhet buxhetit shtetit, por tek e fundit xhepave të çdo qytetare shqiptar. Po si e kanë argumentuar këtë falje gjobash? Nuk kanë bërë asnjë lloj argumentimi, megjithse ky proces ka vijuar edhe në rrugë gjyqësore dhe në mënyrë arbitrare, pra ku nuk e parashikon fare ligji dhe kur ka një shkelje të kompetencave të organeve tatimore dhe të qeverisjes qendrore, del një ministre në urdhrat e zëvendës kryeministres dhe falet një gjobë që ishte edhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, falet një gjobë e majme, ku edhe vetë gjykata e arbitrazhit i ka dhënë të drejtë shtetit shqiptar në raport me këtë kompani. Ne gjykojmë që jemi përpara veprave penale shumë të rëndësishme, të cilat fillojnë që nga shpërdorimi i detyrës, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm, pastrimi i produktit të veprave penale, korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, e deri tek organizata kriminale dhe veprimtari e cila në këndvështrimin ton dhe në raport me provat e depozituara sot në SPAK, flasin për një harmoni të plot të mënyrës se si është bërë kjo falje, për një vullnet politik që ka patur ky rezultat, dhe mbi të gjitha ne dyshojmë që në maj të kësaj afere dhe të kësaj organizimi perfekt në formën në një organizat kriminale, qëndron kryeministri Rama. Nga ana tjetër, ne kemi marrë informacione që ndaj subjektit Belinda Balluku, tashmë e shpallur e pandehur, ka filluar dhe hetimi pasuror, dhe këto janë arsyet që ne na detyruan që t'i shkojmë sot SPAK-ut me një kallëzim shtesë dhe këtë kallëzim shtesë penal ja kemi adresuar pikërisht prokurorit Dritan Prençi, por edhe referuar faktit që në rrugë jo zyrtare jemi informuar që SPAK-u nëpërmjet prokurorit Prençi është drejtuar Kuvendit Shqipërisë me një kërkesë të dytë për heqjen e imunitetit dhe po këto informacione na kanë thënë që ka edhe shtim të akuzave, pra është rënduar pozita juridike e të pandehurës Belinda Balluku. Duke parë dhe zhvillimet e fundit për vilën në këto raste patjetër janë dhe është një fragment shumë i vogël, pjesa e vilës e cila u bë publike, në fakt u bë edhe më shumë për shkak të marrjes së pandehur edhe të ish futbollistit Iglitara, po nga ana tjetër ju siguroj që dosja Balluku ka shumë të dhëna të forta, sensitive, të cilat në fakt jo vetëm kanë një ndikim shumë të madh në aferën që është bërë me